cilat janë, si pas kryet që të gjojë me të gjithë, si ti ke kohë, do me thonë, e ke ndjekur, e ke parë, e ke afruar, ke parë burimet, ke parë gjitha, cilat janë pistat për fatin e Martinajt? Përmendën emra këtu e të gjitha, dyshime, po pistat që djek shteti... Vetëm një emër kem falë, vetëm një ndryshok kem nëse më lejon, e qënë se unë kam qënë edhe gjatë kohës se kam filmuar në kohën që është marrë në pyetje. Indri Dokle është marrë në pyetje në policinë e Lezhës pas i ndodhi ngjarja dhe ka sqaruar pozicionin e tij, sigurisht që është në listën e personave që po verifikohet. Ndërkohë, kanë disponuar në atë kohë një vendim të gjykatës që urdhëroi kontrolle tek Avdyllajt, sepse rezultonte sipas lëvizjeve në kamerat e sigurisë, një pjesë cilave unë edhe kam publikuar, që Ervis Martinaj kishte marrë një drejtim, pra kontakti i tij fundit mund të ishte në zonën e Shijakut. Dhe për këtë arsye, në atë kohë gjykata ka urdhëruar kontrolle tek Avdyllajt. Nga ana tjetër janë kontrolluar po me vendim gjykate disa kapanone, por edhe baza në zonën e Mirditës, sepse rezultonte që automjeti Ervis Martinajt është gjetur diku në rrugën e Kombit, diku në afërsi të Repsit. Në atë kohë kam disponuar edhe, nëse i kthehen pas mesazheve, mund të gjej edhe automjetin që është gjetur në një pikë karburanti i parkuar dhe i hapur automjeti Ervis Martinajt, ishte automjeti i blinduar. Nga ana tjetër janë sekuestruar kamera në një biznes në Vorë, ku është parë në momentet e fundit. Janë sekuestruar kamera dhe marrë në pyetje administratorët e një pallati në Tiranë pas Ring Center, pra po tregoj vendodhjen në të njëjtin pallat ku kishte edhe njerëz të drejtësisë që mendoj që është momenti i fundit, pra këto janë të gjitha veprime hetimore dhe janë me vendime gjyqësore këto që po ju them. Paftët, kontrolluan, por që nuk më shkonde në mendje që ku do futesh. Ky djali në Vlorë u kontrollua, çka ka ky që është larguar tani në Inesi, Hajrullaj, u kontrollua në gjithkohën për këtë, domethënë. Kjo loja e këtij, problemi është që kur kush nga këta, edhe në pikën më të madhe, nuk pranon ta ketë kryer këtë. Dakord, po, kam marrë logjikën e gjës. Nëse më lejon. Janë ushtruar kontrolle në Vlorë, tek Ines Hajrulla që konsiderohet më këmbë si i Edison Faqediegurit, Edison Arizajt. Po ashtu, të lutem, Koli dhe 2 momentet e do ta mbyll. Ka pasur kontrolle në zonën e Potamit, në Himar, pas një sinjalizimi të dhënë nga një polumbar holandez, i cili informoi policinë shqiptare që gjatë zhytjes në det kishte arritur të filmonte me pajisjet e tij një trup të pajet. Dhe në atë kohë dyshua dhe Renea ka qëndruar, unë kam qenë në Potam, mund të kesh zyrtar të Renea, u bën dhe kontrollet në det. Pra do thotë, për shkak të konflikteve shumë të forta që kishte me një sër grupesh, që nga Dokle, që nga Dukët, pra Leonard dhe Erlis Duka, e të tjera me radhë, skejet e tjerë, pra duke qenë se kishte konflikte shumë të forta me një sër emrash të botës së krimit, ka një sër pistash që secili prej këtyre emrave është i dyshuar. Kush është qelësi i kësaj historie? Sigurisht kishte edhe përplasjen politik. Ju e dini, ai u zhvendos në Surrel. Jetonte shumë pranë vilës shtëpisë së kryeministrit në një nga vilat aty. Po. Pra në këtë parë. Edhe Kashillëk son. Sigurisht, kjo u konsiderua Kashillëk. Kishte interesa dhe në biznes. Ai mendonte që bënte. Kishte interesa dhe në biznes. Ka rëndësi, njerëzit mendojnë se cili çfarë nuk kuptoi interesa në biznes, duke qenë se qarkullonte miliona. Ju e dini kishte probleme dhe me Ervin Matën, se duhet të kthejmë gjithë temrave që t'jemi në rregull me palë. Kishte edhe përplasje në zonën e Ish-bllokut, pra duke qenë në këtë lloj situate, pistat janë të gjitha të hapura. Kush është qelësi në gjithë këtë histori? Në gjithë këtë histori ka vetëm një detaj. Kush është njeriu që e nxori nga strofulla Ervis Martinin? Pra nëse shteti do të arrijë të zgjidhë vetëm këtë moment, pra të gjejë njeriu, Ervis Martinaj nuk ishte njeri që dilte në rrugë i pasiguruar nëse nuk ishte një njeri të besuar. Pra do thot, Ervis Martinaj ka dalë në rrugë nga një person i cili ishte, unë do jap vetëm 2 detaje. Brillant Martinaj është vrarë pasi është takuar përpara lokal Brazilit me Jeton Lamin. Është personi i fundit që e ka kontaktuar. Absolutisht, Jeton Lami, kushuriri vet, janë njerëzit cilët mendojnë që e kanë tradhtuar në familja e diet. Nga ana tjetër, Ervis Martinaj është dukur po pas kontaktit me këtë person. Ai nuk ka folur, por këto janë fakte se unë i kam me dokumenta. Pra e kam edhe me pamje filmike, e kam publikuar atë pamje. Përdora disa emra, që Edi Rama është një porositës, këtë e ka thënë Xhaxhai i viktimës. E ka thënë Xhaxhai? Po.
Qoqaj. Babai Brillant E Martinez. më thotë dhe Donald Trumpi. Punë e ti. Unë nuk solla Jo, ti solle atë që ka të naim, o zoti. Unë nuk solla Nuk ka akuzon njëri për tjetër. Unë nuk solla prova. Unë solla atë që kam dëgjuar. Prova nuk solla. Që Zamiri është një porositës, këtë prape sjell familja dhe nuk jam unë njeri që kam prova. E abitshme shumë. Po, a i ka më shumë se që duhet. Që i ndriti është një person i cili ishte një në hasmëri, po, sepse i kanë vrar personat afërm. Dhe kjo është ja i minut për të ardhur të pika më e fundit. Ardo Avdyli, i cili ishte njeriu bashkë me të që duhet të vriste, që ishte në trup me të për të vrarë Durin Bamë. Pra, ata kishin një aleancë për të vrarë Durin Bamin, dhe mund t'ishte Aldo Avdyli njeriu që duhet ta ekzekutonte. Aty pra është qelsi i historisë, more Koli. Ashtu është. Po këtu është qelsi, vlla. Po nga e dini. Që e morën këtë balanca me këtë njeriu. Jam dakord. Vëlla i thanë, Parisi është mbrapa përpara me ata që jeti është një fshat i humbur. Është një fshat i humbur, janë sa të lodhur. O, Koli, nuk po më kupton. Koli, të fortët bëhen me të fortët, nuk bëhen me të dobtit. Sa po e kupton? Nuk po e kupton, më burë. Nuk po e kupton. Me këtë do bësh ti, Koli? Me kë? Me një grup njerëzisht fort që kanë pushtetin, apo me një grus njerëzit të humbur atje ma tanë që janë prerë gjitha krahë? Me këtë do bësh ti? O, se s'po e kuptoja. Ta i thanë Avdyleve, ti me këtë do bëni? Kuj ti thua shë Avdyla i mëmë? Kuj ti thot Avdyla i mëmë? Po s'po më kupton. Po ti nuk i nje Avdyla për të kuptuar që mund ta kenë bërë këtë histori. Se ti je i thanë Avdyla ti esh me këtë. I vetëm i banesës për Martina i për atje. I ke historit veteranën të regojnë, si i thanë Avdylajve ti me këtë do bëhesh. Tani ne po flasim kush e qëlloj këtë. Ore, nuk ka rëndësi kush e qëlloj. Po mund ta qëlloj një evë atje ma tanë, një njeri pa lidhje morë burë. Kush e kapi? Ervis Martinaj ta qëlloj një evë. Një njeri të kapur, të lidhur. Jem të rëzit qa po thua, po jo. Se mendoj duhet shkruar këtë ana procedurjare. Atere, cilat janë, si pas krye që të gjojë me të gjithë, si ti ke kohë, me thonë, e ke ndjekur, e ke parë, e ke afruar, ke parë burimet, ke parë gjitha, cilat janë pistat për fatin e Martinajt? Për mëndën emra këtu e të gjitha, dyshime, po pistat që djek shteti. Dokle është pirur dhe marrë në pyetje, nëse më lejon, e qënë se unë kam qënë edhe gjatë kohës se kam filmuar në konë që është marrë në pyetje. Indri Dokle është marrë në pyetje në policinë e Lezhës pas i ndodhi ngjarja dhe ka sqaruar pozicionin e tij, sigurisht që është në listën e personave që po verifikohet. Ndërkohë, kanë disponuar në atë kohë një vendim të gjykatës që urdhëroi kontrolle tek Avdylajt, sepse rezultonte sipas lëvizjeve në kamerat e sigurisë, një pjesë cilave unë edhe kam publikuar, që Ervis Martinaj kishte marrë një drejtim, pra kontakti i tij fundit mund të ishte në zonën e Shijakut.